pati për kompromise dhe koncesione, ajo çfarë kërkohet tani, mirë po dhe për te kësaj ne kemi, ju e dini që ka qenë publike, ne kemi bë thirrje edhe për marrëveshje politike, ju kemi drejtu LDK-s për koalicion, sepse ashtu ishin zërat nga LDK-ja që mbase mund të ketë një marrëveshje politike, edhe këtë e kemi bërë. Mirë po, çështja kryesore është që ajo çfarë kemi gjetë te rasti LDK-ja, thotë që kur kondo që e propozoni, ne nuk do ta votojmë. E keni pa argumentin? Po pse se thirrësh në konstitucionalizëm? Edhe thuash pastaj që kondo të ofron vetëvendosja, nuk e votoj. Kjo është e pazakonshme në historinë politike të Kosovës. Po është e drejtë, sepse është opozitë. Po vetëm se është e pazakonshme. Kjo është një pozicion që nuk shpjegohet dot. Për shkak unë besoj që rezistenca kryesore është pakënaqësia me rezultatin zgjedhor dhe pastaj bllokimi i konstituimit të kuvendit është formë e bllokimit të formimit të qeverisë Kurti 3. Ishte PDK-ja në një konferencë për shtyp, më duket ishte Abelar Tahiri, e përmbledhi mirë, tha ma mirë tha mu bloku kuvendi se mu kriju qeveria Kurti 3. Kjo është logjika e bllokadës. Po, Matoshi, kundërreagim? Jo, unë veç po du me shtu që Jo, në vazhdën e kësaj, se kjo është koha yte, Matoshi. Pikërisht, tash publiku i vëmendshëm ose na si opinionista këtu e di, sepse publiku i ka punë të veta, ose votuesi, kështu punë të veta dhe nuk mirë shumë me ato onën e mbrëmshme ose të padukshme të çështjes. Lëvizja vetëvendosje edhe zoti Kurti janë bluff. Domethënë janë zonë bluff, sepse nuk e kanë pas dëmend me bën qeveri fare. Dhe me çdo kusht është dashur që të zvaritet themelimi i kuvendit, sepse fituesi zgjedhjeve ka përgjegjësinë jo vetëm morale, por edhe kushtetuese me kriju institucionet, sepse e ka marrë mandatin e qytetarëve. Sistemi zgjedhor i Kosovës është i krijuar në atë mënyrë që nga oma e kushtetues tonë pakuatisori që pushtetit krijohet me koalicione, jo vetëm një parti. Prandaj po duam të thonë që lëvizja vetëvendosje i ka studiuar shumë mirë, që cilat janë format ose mekanizmat juridik që ja mundsojnë bllokimin, mos me kriju institucionet, derisa të dojnë vetë, e me që vendin zgjedhje të jashtëzakonshme, e kjo po shihet që është ashiqare, edhe synohet ose në vjesht ose tek në pronëverën e vitit që vjen. Spare ka pas mekanizmin që janë dyshu nga, sidomos nga një segmentit e shoqënisë civile që kanë menduar që nuk do ta propozojnë fare kandidatin. Këta megjithatë hapin e parë kanë bën. Sipas kushtetues e kanë propozuar kandidatin, por në hapin e dytë pa ngecje u te kaluar ajo për komisionin për verifikim mandateve. Kaluam pikën e tretë. Domethënë, ku është bllokuar çështja te kandidati, zoti Kurti bëhet kinse nuk ka mendu kandidatin, ish opozita bëhet kinse nuk ja dojnë Albulena Haxhiun. Të dytë janë bluff. Edhe shumica edhe partit humse të zgjedhjeve, për i quaj ashtu, ose ish opozita. Janë bluff për arsye se ish opozitës nuk i konvenojnë zgjedhjet shpejt, ose tash, dhe donë me përfitu në kurse zoti Kurti edhe lëvizja vetëvendosje sipas bindjes teme është në bluff për arsye se është komod. Nuk i vynë institucionet, sepse zoti Kurti ju e dini që ka qenë me qeverisë me situata revolucionare. A jeni ju në bluff, zoti Rexhaj, si lëvizje vetëvendosje? Që ka thot Alili, thot me situata revolucionare. Po flet Tri herë kum dëgju zoti Rexhaj, më fal lutem. Tri herë kum dëgju para gazot të thonë na kemi qeverinë. Çka po ju vjen në farë mënyrë. Aso është situatë revolucionare, kjo qeveria është ndryshu me zgjedhjet e shkurtit zoti Rexhaj. Prandaj, mos moja e mandatit, mos ushtrimi i mandatit që ke marrë nga shtetarët, ose situatë ultra revolucionare. Prap ka gabim në koncept, thot mos ushtrimi i mandatit. Ani konceptet i debatojmë, po këta jemi. Tash tim, le kështu. Tash Matoshi kur po analizon kuptimin një farë diskursi kritik që unë e mirë kuptoj plotësisht, mirë po këtu ka dhe një farë sensi opozitarizmi. Pse? Ka të natyrë shumë Matoshi atë. Me Matoshin të shumë të debatu.
Po zoti Yqe ajo me qëllim me përmenda qysh 2010-2012. Regjës po ndërpres. Po, e përmenda ku kemi qenë opozitë edhe pushteteve tjera, jo veç Gjuvit. Po nuk thash, nuk të ofendova, zho. Jo, lutem.